Le të mendoj për një moment që Zoti zbresi në tokë dhe jetojnë së bashku me ne njerëzit që në pamje të parë duket si film fantastiko-shkencor. Ndërkohë që për disa njerëz, e shkuara jonë e lashtë ka qenë një realitet fantastik. Realitet ky që është përshkruar nga librat e lashtë, si dhe ata fetar me detaje. Një nga këto libra është aq shokues, sa që më vonë është braktisur nga ata që kanë shkruar Biblën. Ky libër që po flasin sot, quhet Libri i Enohut dhe është aq i jashtëzakonshëm dhe flet me aq shumë detaje, të cilat nuk korrespondojnë me historitë e mëvonshme. Sot do të flasim për vetë profetin Enoh dhe udhëtimin e tij në parajs, udhëtim ky fantastik. Do të flasim edhe për takimin e tij me vetë Zotin. Sipas tij, që i vetmi që pa fytyrën e Zotit, duke shkruar në mënyrë të detajuar pamjen e tij. Enohu përshkruan një nga historitë më intriguese të gjitha kohëra, duke kaluar plot 10 qiej derisa takoi Zotin. Para se të fillojmë historinë tonë, ne t'i hedhim sy interpretimeve të ndryshme të historisë që paraqitet tek librat e lashtë dhe tekstet e lashtë, sepse është shumë e rëndësishme për të kuptuar dhe për përjetuar këto që do të dëgjoni sot. Për interpretimin e tyre ekzistojnë 3 mënyra. Mënyra e parë është se këto histori jo vetëm tek libri i Enohut, por edhe në tekstet fetare, janë histori të sajuara nga njerëzit e lashtë, të cilët në kërkimet e tyre mistike fshinin figura të ndryshme, zotash që më vonë i nderonin në tokë. Mënyra e dytë është e kundërta e së parës. Mund të shikosh këto histori si të vërteta në një mënyrë të drejtë për drejtë, fjalë për fjalë. Mojsiu foli me shkurën e djegut dhe Enohu shkoi në qiell me karrocë tek Zoti duke drejtuar engjëj. Këto 2 variante kundërshtojnë njëra tjetrën dhe le të vim tek varianti i tretë. Po sikur këta njerëz të kenë përjetuar shpesh vizita të pazakonta dhe situata të tilla nga diçka mbinatyrore për kuptimin e tyre, dhe duke patur dije të kufizuara, e përshkruanin përvojën e tyre me sa mundeshin. Vetëm në këtë mënyrë mund të përshkruash një karrocë të shkëlqyeshme që ulet përpara jush dhe pasi u merr, ju çon në qiell tek Zoti yt. Enohu nuk vdiq fizikisht, por u ngjit lart dhe shpirti i tij përfundoi në parajs. Nuk bëhet fjalë për metaforë, por fizikisht ai shkoi lart te Zoti, sepse ashtu përshkruhet në libër. Enohu u ngjit lart me një karrocë me kuaj. Në Bibël thuhet se Enohu eci në tokë për 365 vjet dhe pastaj thuhet fjalë për fjalë se Zoti e mori. Është shumë interesante mënyra se si ndodhi. Zoti Jahve i dha detyrën arhangjelit Haniel, i cili zbriti në tokë dhe pasi e mori Enohun, e çoi lart me karrocën e zjarrt me kuaj tek vetë Zoti. Pra në shkrim flitet pa ardhjen dhe pastaj largimin e karrocës në qiell. Nëse vërtet diçka e mbinatyrshme i ndodhi Enohut, si mundet ky person i pashkolluar ta përshkruajë këtë ngjarje, kur nuk mund të kuptojë dot një anije kozmike? Kur Enohu shkon në qiell, filluan problemet tek vetë engjëjt, të cilët u alarmuan nga era që mbante. Enohu engjëjve ju mbante erë si njeri dhe paraqitja në parajs që skandaloze. Ai sa engjëjt u rebeluan përpara Zotit, duke i kërkuar shpjegime se ç'donte ky njeri në një vend ku raca njerëzore që ndaluar të shkelte. Zoti i tha se e kishte ftuar ai sepse kishte një detyrë për të. Zoti Jahve thot: mos u shqetësoni për praninë e këtij njeriu. Pjesa më e madhe e njerëzve në botën e tij nuk u bindën dhe filluan të nderojnë zota të tjerë, kështu që dërgova Shekinalin në botën e tyre dhe mora një prej tyre që nderon veprën time, sepse ky njeri është besimtar i drejtë i një besimi. Përpara se Enohu të shkojë në takim me Zotin, kalon një udhëtim në përqiej. Sipas shkrimit, ekzistonin 10 nivele të ndryshme qiejsh, që nuk ngjanin fare me konceptin tonë të parajsës. Ne t'i hedhim një sy për shkrimin të këtyre 10 vendeve misteriose, ku Enohu shoqërua nga engjëlli Gabriel. Qielli i parë gjendet direkt pas qemerit të qiellit tonë, me kushte atmosferike si në tokë dhe që udhëhiqet nga vetë hyje. Është tepër e vështirë të përkthesh këto tekste të lashta, por përsëritet vazhdimisht fjala depo. Në qiellin e parë, engjëjt drejtojnë vende si depo, pavarësisht se duket e çuditshme. Në qiellin e dytë, gjendet të burgosuri, që janë të varur në errësirë dhe shërben si vend për torturimin e engjëjve kryengritës. Qielli i tretë
është ajo që ne njerëzit e konceptojmë si parajs, kopësh parajse, që një vend rezervuar për njerëzit e drejtë dhe fetar dhe ruhej nga engjëjt roje. Çuditërisht, në po këtë vend gjendet edhe ferri, vendi i mundimit të njerëzve mëkatar. Tek qielli 4, Enoku sikur shkruan për sistemin diellor, për lëvizjen e diellit dhe të hënës, të cilët i përshkruan me detaje duke përmendur krijesa engjëjsh në formën e feniksit dhe halkidrit, si dhe qenie si hidra. Në qiellin e 5 ndodhej një vend mjaft interesant ku gjendeshin hapësira gjigande në të cilat ndodheshin rojet e ushtrisë. Janë ushtarë engjëj elit, hibrid që qëndronin të palëvizur, sikur të ishin të ngrirë në kohë. Qenë rebel të burgosur, për të cilët folëm tek pjesa e dytë, tek konflikti. Këta engjëj të rënd dukeshin të ngjashur me njeriu, por që diva në përmasa. Tek qielli 7, Enoku pa një ushtri të pafund me arhangjella dhe qenie të tjera si engjëj me në krye serafim. Ky vend e tremi shumë, aq shumë sa Enoku s'mund të vazhdonte me udhëtimin, ndërkohë që shoqëruesi nuk e ndihmoi fare që të dilte nga gjendja e frikës. Vendin e tij e zuri engjëlli Gabriel, i cili tregoi Enokut fronin e Zotit nga larg. Ndërkohë që te qielli 6 gjendeshin 7 grupe engjësh me pamje të njëjtë. Në këtë qiell ndodheshin edhe kerubinët, si dhe qenie me krah të ndryshme. Qielli 8 dhe i 9 ishte rezervuar poshtë kupolës së sipërme, ku qenie të ndryshme menaxhonin konstelacionet qiellore. Që një vend kalimtar për të shkuar te qielli 10, ku gjendesh vetë Zoti në fronin e tij. Qielli 10 që vendi ku Enoku u takua sy më sy me vetë Zotin dhe mori vesh se përse që thirrur në këtë vend. Deri tek froni e çoi engjëlli Mihail, i cili i tha mos kishte frikë, ndërkohë që Enoku po vdiste nga frika. Enoku e përshkruan Zotin. Pash një palbuz me një ngjyrë zjarri të shkëlqyeshme dhe një fytyrë si metal në flak, duke aq i madhërisëm dhe i shkëlqyeshëm, saqë Enoku nuk mund të shite direkt, qoftë nga shkëlqimi fort, qoftë nga nderimi për të. Zoti i tha Mihailit që të hiq nga trupi rrobat e Enokut dhe ta përgatiste për transformim. Pas kësaj, Enoku u shndrua në Metatron, engjëll si të tjerët në shërbim të Zotit. Ky gjest shërbeu për të dy anët që qenë në konflikt. Nga njëra anë ushtria hynore dhe nga ana tjetër Grigori, roja apo engjëlli i rënë, qenie që u martuan me gra toksore, duke u përzier kështu me njerëzit dhe duke sjellë konfliktin me Zotin Jakve dhe princin Satanail, apo ashtu siç quhet tek ne Sotoni apo djalli. Enoku pas kësaj nuk u kthye më kurrë në tokë. Mos ndoshta kjo është një histori e një njeriu që vua nga deziluzioni. Shumë pak e mundur, sepse kjo histori është e ngjashme me histori të kulturave të tjera. Çfarë nuk kuptonin njerëzit e saj kohe me karroca të zjarrta? Me shumë gjasa, diçka që nuk e kishin parë kurrë në jetë dhe nuk mund ta shpjegonin dot. Mos ndoshta Enoku i vizitoi këto 10 qiell si një vend metafizik dhe jo në dimensionin tonë? Mos ndoshta vizitoi vende fizike reale, të cilat mentalisht nuk mund të shpjegonte dot. Tek pjesa e parë folën për qenie të mrekullueshme, që përshkruhen edhe në Bibël dhe që duken si njerëz të mrekullueshëm. Shumë engjëj të tjerë nuk janë përshkruar në mënyrë të tillë, por si krijesa të çuditshme, të mëdha apo konstrukte të çuditshme. Po sikur këto konstrukte të çuditshme të qenë anije fluturuese, teknologjia këtu e qenieve të cilat njerëzit si Enoku i quan Zota? Ndoshta Jahve nuk është ajo që mendojmë ne. Po sikur Enoku nuk vizitoi 10 qiell në mënyrë metafizike, por vizitoi vetëm një vend fizik me 10 ndarje të ndryshme në të. Po sikur Enoku të ketë vizituar anijen mëm përreth tokës në orbit. Gjatë trukës për te zyrat e Zotit, kaloi 10 kuverta të ndryshme, me hapësira të ndryshme, ku kryeshin aktivitete të ndryshme. Si do të reagonte një njeri i thjeshtë ndaj kësaj teknologjie? Në libër thuhet se vetë Zoti Jahve ngriti nga toka Shekinali, që në gjuhën hebraike do të thotë vendi ku banoi. Ç'është ky vend ku banoi Jahve që ngrihet nga toka dhe shkon lart në qiell? Përse këto qenie me Shekinalin e tyre vendosen të largohen nga toka? Arsyeën e mësuar në pjesën e dytë. Konflikti dhe luftra në të cilën njerëzit, me në krye Luciferi, u rebeluan kundër Jahves dhe pushtetit të tij,
A ka mundësi që Enoku të ketë vizituar shekinalin e vetë Jahves, që në atë moment ndodhen në tokë? Kush nga tre variante qëndron, ndërkohë që Jahve me shekinalin e tij zhduket nga ky planet? Sipas shkrimeve të lashta, emri i tyre është Anunnaki, dhe deri në ardhin e radhës, ju jeni te bota e fshetë. Tung.